Ndonë se numri i personave me sindromën Down nuk është shumë i lartë, institucionet në Shkodër duhet të krijojnë më shumë mundësi dhe të ofrojnë më shumë mbështetje për këtë kategori. Kështu shprehet logopedia Dea Kraja në kuadër të ditës botërore të sindromës Down. Logopedia Kraja vë theksin sidomos tek rritja mundësive të punësimit të kësaj kategorie me qëllim integrimin e tyre në shoqëri. Rasti e sindromës Down është një formë e një çrregullimi gjenetik e cila patjetër ka nevojë për mbështetjen e gjithë institucioneve, kopshteve, shkollave dhe deri te institucionet më lartë për punësimin dhe adaptimin e personave me sindrom në komunitet për të pasur edhe ato një jetë sa më normale dhe sa më zakonshme si gjithë ne. Patjetër që duhet ofrojnë më shumë mundësi dhe ta kuptojnë dhe ta pranojnë konceptin e gjithë përfshirjes të sindromit Down dhe të fëmijëve trizomik në ambiente dhe në komunitetin e gjithëve. Normalisht duhet të rrisin më shumë mundësitë për punësimin dhe adaptimin edhe të adultëve me sindromën Down dhe kështu të ofrojnë këtyre fëmijë dhe këtyre adultë sa më shumë mundësi për një jetë sa më të zakonshme dhe normale. Ndërsa për sa i përket diskriminimit të kësaj kategorie, logopedia Kraja thotë se ende vazhdojnë të marginalizohen nga stereotipet dhe botkuptimet që bizotrojnë në shoqërinë tonë. Familjarët e personave me sindrom janë ato që e kuptojnë më mirë diskriminimin dhe paragjykimin që i vjen që nga bashkëmoshatarët deri te personat më të rritur dhe kjo duhet vijë që në gjenezë, gjithçka duhet fillojë që në gjenezë, në edukimin e brezave dhe në socializimin e fëmijëve me sindrom bashkë me të tjerët me zhvillim të zakonshëm, vendosja në të njëjtat kushte të barabarta, vendosja në të njëjtat institucione dhe më vonë vendosja në të njëjtat kushte punësimi dhe të njëjtat mundësi të barabarta për gjithë, normalisht gjithmonë në lidhje me kapacitetin dhe mundësitë e personave trizomik. Sindroma Down, e njohur gjithashtu si trisomi në kromozomin 21, është e lidhur me një vonesë në aftësitë njohëse dhe në rritjen fizike, të cilat i bashkangjiten edhe disa karakteristikave të fytyrës. Mesatari i inteligjencës së personave me këtë sindrom është rreth 50, krahasuar me një mesatare të koeficientit të inteligjencës 100 tek fëmijët normal. Personat me sindromën Down gëzojnë të drejta të barabarta me të gjithë të tjerët, çka nën kupton mundësinë për pjesëmarrje të plotë në komunitetin e tyre.